Alarmohet Tel Avivi zarfi dyshimt në zyrën e Netanyahut. Stafi në zyrën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi sot se kishte zbuluar një zarf të dyshimt, raportuan sot mediat izraelite. Nuk ka patur rrezik për publikun, raportoi Ynet duke cilësuar një departament përkatës në zyrën e Netanyahut. Zarfi përmbante flakon me një substancë të panjohur, shkroi gazeta Mariv duke ju referuar një personi në dieni të detajeve të incidentit. Zarfi u dërgua në laborator për analiza. Një zëdhënëse e qeverisë refuzoi të konfirmojë incidentin kur u pyet dhe i referoi pyetjet policisë izraelit, e cila fillimisht nuk komentoi mbi raportimet. Kjo nuk është era e parë që në zyrën e kryeministrit mbërrin një dërgesë e dyshimt. Forcat e sigurisë së fundmi ekzaminuan përmbajtjen e një zarfi në nëntor, i cili në fund u konsiderua i padëmshëm.